Lubi Balluku ka nxjerrë dhëmbët e kërcënimit ndaj Edi Ramës, të parit, por dhe të tjerëve me radhë. Burime të fshehta të Partisë Socialiste njoftojnë se në mbledhjen e zhvilluar në selinë e Partisë Socialiste, ku Edi Rama ka sulmuar skapin dhe ka mbrojtur Lubin, duke deklaruar se këto janë sulme kundër tij dhe partisë së tij, se Lubia është e pafajshme. Lubia vetë ka qenë egër dhe e pamëshirë ndaj audiencës. Edhe në këtë mbledhje Lubia ka bërë të qartë se do u marrë me vete atë që i ka thënë Rams, ajo u ka thënë në mbledhje aty, ku eksponent më kryesor ishte përveç Ogertës edhe Plumbesha Spiro Gjoka. Lubia ka qenë shumë e egër në atë mbledhje. Ndaj dhe Rams ja ka bërë të qartë që absolutisht për çdo gjë që mund të avancoj do jesh ti kurban para meje. Sepse s'kam bërë gjë tjetër, vetëm kam zbatuar urdhrat e tua. I ka rikujtuar një moment, ndonë se miqësia e tyre ka qenë e pakufishme, është e njohur kjo. Besnikëria e tyre, detyra, lojaliteti në bashki ka qenë i pakufishëm, ndaj dhe ajo është përblyer me atë post që ka marrë. Por përsëri ka rikujtuar. Mos lejo të përsëritet më, se s'do lejoj kur. Të kem fatin e gjyshit tim që u ekzekutua me firmën e babait tëm. Pra ja ka vu kufirin tek thana dhe ka dëshmuar se është e gatshme të fshijë të gjitha miqësitë, të gjitha të shkuarën, në qoftë se Edi Rama guxon për një moment që për të shpëtuar veten të dorëzoj Lubin. Këto janë disa nga zhvillimet më të fundit. Ndërkohë